Si kryetari i lidhjes bizneseve, po jemi vazhdimisht në teren në kontakt edhe me kompanitë prodhuese dhe mund të themi se gjendja është tepër e rëndë dhe është tepër dëmtuese për prodhimin vendor dhe njëkohësisht për prodhuesit vendor. Ne ishim dje në vizitë në regionin e Pezë dhe disa kompani prodhuese dhe gjatë vizitës reduktimet të ndalshin kohë pas kohë dhe njëkohësisht njëri ndër prodhuesit e ngriti si shqetësim se në momentin që u ndal prodhimi automatikisht domi është mbi 5.000 euro sepse gjitha këto produkte të cilat kanë futur në sistemin për të prodhuar duhet t'i gjuhim sepse është dëmtuar jashtëzakonisht shumë dhe kjo vlen për gjitha kompanitë prodhuese në Republikën e Kosovës. Lidhja e bizneseve është e shqetësuar për shkak se politikat e qeverisë dhe njëkohësisht të gjitha agjencionet e cilat janë të thirrur për t'i mbrojtur dhe për t'i furnizuar jo vetëm bizneset, por edhe qytetarët e Republikës Kosovës nuk e kanë bërë asnjë veprim dhe asnjë punë të cilat do t'ikonin në sigurimin e energjisë elektrike. Andaj si lidhje bizneseve ne kemi ngritur shqetësim dhe kërkojmë nga institucionet përkatëse që duhet që në mënyrë urgjente të sigurohet energjia dhe mos të dëmtohet prodhimi vendor, sepse këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me reduktim të energjisë, po kemi të bëjmë edhe me dëmtim të prodhimit vendor, kur kemi mungesë e prodhimit, kemi edhe humbje të tregzeve të Evropës me produktet madje në Kosova. Po jemi dëmtuar si kompani dhe si prodhues me vendimet të dëmshme të ZRS, tani edhe mungesat e energjisë, po kemi jashtëzakonisht humbje të mëdha të sektorit në privat. Pra thoni që nga dita e djeshme, reduktimet që ndodhen dje, dëmët janë mira eurot që pësuan bizneset? Ashtu është, do të thotë jo vetëm nga dje, por pothuajse këto javën e fundit të cilat kemi hyrë me këto reduktime të njëpasjeshme, mund të themi se sektori privat është duke dëmtuar jashtëzakonisht shumë, e sidomos sektori prodhimi sepse vërtet çdo minutë dhe çdo orë e cila po humbet në mungesë të energjisë, prodhimi vendor është duke humbur për lansimin e produkteve të tyre. Vetë fakti kur shkëmbimi tregtar mes Kosovës është importi dhe eksporti kemi 9-7, atëherë kjo ne kupton se definitivisht politikat janë jo të përshtatshme dhe mungesa e politikave të edhe të energjisë është një ndër faktorëve që kemi rritje të importit dhe zvogëlim të eksportit.